الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخاصة في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ثم أما بعد، falenderimet, lavdrimet, gjitha dhurimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Allahun Xhela Xhelalu për të mirat e shumta që ne ka dhënë, veçanti e falenderojmë që na ka zgjedh dhe na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për të dashurin e Tij të fundit, vullin e pejgamberëve të mëparshëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të pastërt, mbi shokët e Tij besnik dhe gjithë ata musliman të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elos Allahun që të na bëjë prej atyre që e pasojnë në vazhdimsi sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elos Allahun Xhela Xhelalu që ta ndryshon gjendjen e ummetit. Elos Allahun Azza wa Jall që të ndihmon muslimanët kudo që janë anë kanë botës, në veçanti vëllezërit tonë në Palestinë, ata të cilët për çdo ditë po bombardohen. Ti lutemi Allahut Azza wa Jall në këtë ditë mëdha, në këtë dhjetësin e fundit ku shpresojmë që Allahu Azza wa Jall t'i pranon duat tona, të lutemi nga thellësia e zemrës dhe shpirtit që Allahu I mëdhëruar t'i ndihmon, t'u lehtëson dhimbjen dhe gjithë ata të cilët bëjnë shkatrim tokë, Allahu Xhela Xhelalu t'i shkatron. I lutemi Allahu që ta e kthen krenarinë e muslimanëve siç ka qenë, e që nuk ka dyshim se krenaria e besimtarëve nuk do të kthehet asnjëherë përderisa ne nuk kthehemi në atë që ishin të parët tonë, në atë që ishin sahabët, në atë që ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa na të kthehemi Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Zot I madh, ndryshoje gjendjen e ummetit ya Rabbul Alamin, bëj fitimtar të muslimanët ya Allah. Xhamat e nderuar, Allahu Xhela Xhelalu këtë fe e ka zgjedh dhe ka zbritur për ne. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, feja e pranuar të Zotit është Islami. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ai që kërkon fe tjetër, ai që kërkon ligje tjera përveç Islamit, ai nuk do të gjen diçka sikur feja e Zotit Xhela Xhelalu dhe padyshim do të jetë I humbur këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo ligj që Allahu Xhela Xhelalu e ka vendos është në të mirën e njeriut. Për arsye se Allah I madhruar është krijuesi jon dhe ai e din se çka është e nevojshme për shpirtin dhe zemrën tonë. Njeriu nuk e din edhe për veten e tij se çka duhet. Për arsye se është krijesë. Për arsye se është krijesë. Dhe për atë shohim se për çdo vit ndrohen ligjet e njerëzve. Pse? Sepse sa mendojnë që ky ligj është I përshtatshëm për njeriu, atëherë e shef se nuk është I përshtatshëm pas një viti dhe e ndryshon. Ligji I Allahut Azza wa Jall nuk ndryshon asnjëherë. Ligji I Allahut pikur e ka kriju dunjon është ligji I njëjtë. Dhe I ka dërguar pejgambert me njëjtën moto. Pite Ademi Nuh alayhis salam deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është e njëjta thirrje me besu Allahun te bareke wa taala. Allahu Xhela Xhelalu këto obligime që I ka bën fen ton nuk janë ngarkesë. Edhe pse shumica e njerëzve, ndoshta fatkeqësisht edhe prej muslimanëve mendojnë që janë ngarkesë. Asgjë që e ka detyruar Allahu Azza wa Jall dhe ka bërë obligim për robin e vet nuk është ngarkesë, është lehtësim. Allahu Xhela Xhelalu përveç që na ka kriju, na ka çu udhëzime se si me jetu. Edhe pse ta ka dhënë mendjen, edhe pse mendon që je krijesa më dalluar në mesin e krijesave, përsëri ti me atë mendje shpeshherë I shkel kufin dhe I bën zullum padrejti vetes tonë. Për atë Allahu Azza wa Jall ka çu pejgamber, ka çu Kur'an që ti me jetu me mësimet dhe udhëzimet e pejgamberit dhe me udhëzimet e Kur'anit, për me jetu një jetë më të lehtë. Në mesin e këtyre të mirave që I ka feja e Zotit Xhela Xhelalu Islami, është se e ruan pozitën e njeriut, e ruan nderin e njeriut, I ka dhënë vlerë njeriut, feja e ka ngrit njeriu. Andaj Allahu Xhela Xhelalu një sure e ka zbrit që flet për ata të cilët mundohen me I na përkëmb krijesat e Zotit Xhela Xhelalu. Allah Azza wa Jall çdo njeriu I ka dhënë pozitë
çdo njeriu i ka dhënë vlera ku ne si njerëz duhet të e respektojmë njëri tjetrin, pa marrë parasysh kush është. Andaj kur jemi në komentimin e surave të shkurta, është një sure që inshallah me lejen e Zotit do e komentojmë shkurtimisht. Është një sure që flet për gjithë ata të cilët e cenojnë nderin, e cenojnë pozitën dhe vlerën e tjetrit. Pra bëhet fjalë për surën El-Humezah. Surja El-Humezah është një sure prej sureve të shkurtra të Kur'anit, por që si çdo sure tjetër që përmban mesazhe të mëdha, gjithashtu edhe kjo sure e jep një mesazh të madh për çdo njeri. Është sure mekase, i ka 9 ajete. Është një sure e madhe ku Allahu xhalla xhelaluhu e fillon këtë sure duke thënë wailul likulli humazatil lumazah. Vëllezër të nderuar, di sure në Kur'an, di sure prej 114 sureve, di sure në Kur'an kanë filluar me çka fjalën wailun. Wail kanë thonë dietar është mani Allah. E para është surja Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Mirë për ata të cilat kurmatin mashtrojnë. Mirë për ata të cilat kurmatin mashtrojnë dhe Allah xhel i cek cilësitë e tyre. Çka i bie kjo fjala wail? Dietarët e kanë komentuar wail i bën ku për ti. Mirë për ti. Mirë për ti nëse ti i vepron këto gjëra të cilat pastaj Allah xhel i ka cek në ajetet në renditje. Edhe tek surja El-Humezah thot Allah xhel wailul likulli humazatil lumazah. Mirë për çdo shpifës, për çdo njeri që përqesh dhe i nënçmon tjerët. Wailul likulli humazatil lumazah. Disa dietar kanë thënë wail është një lugin. Është një lugin në zjarrin të xhehenemit që është special për ata të cilët i kanë këto cilësi, që i cek Allah xhel El-Humezah wal lumazah. Subhanallah. Po të kishton Allah xhel wailun pa që këtë falen likulli humazatil lumazah, diqesh i shmikëzu në besimtar se këshmi thonë Allah xhel këtu ka falë vetëm për pabesimtar. Mirë po këtu Allah kërkan se ka përjashtu. Wailun ka thonë likulli, për çdo kanë. Qoftë ai musliman, qoftë ai që vjen në xhami falet, qoftë ai që agjeron, qoftë ai që bën vepra të mira, për çdo kanë. Likulli humazatil lumazah, që i posëdon këtë cilësi. Çka është el-humazah wal lumazah? Ka thotë dietar el-humazah është me përqesh dikan, me gjymtyr. Si për shembull, me përqesh dikan me pa një person që ndoshta nuk e ka ecën e drejtë ose ka diçka mangësi, ose kur fol, ose ka ndonjë veti që ai kur fol ose ndonjë llaf që ai e përdor dhe ti e thu të njëjtën duke e shtrembru. Kjo është një diçka që është në mesin tonë edhe në mesin e muslimanëve. Është në mesin e muslimanëve. Me përqesh një njeri mënyrën se si han ushqim, ose si ec, ose si reagon. Këtu është el-humazah. Disa dietarë kanë thënë el-humazah është me përqesh kur nuk është ai prezent. Me përqesh me përmend mangësitë njeriu kur nuk është ai prezent. El-lumazah, kjo është el-humazah. El-lumazah është me fjalë. Ai është me vepra me bë, me përqesh dikan, me fjalë me ngacmu dikan. Me përqesh dikan me fjalë. Si me i thonë i shkurt, i trash, i hall, diçka që ai nuk e ka qef. Pse vëllezër të nderuar? Pse Allah azza wa jalla thotë wailul likulli humazatil lumazah? Mirë për çdo kan që përqesh, mirë për çdo kan që nënçmon dhe i përqesh të tjerë. Për arsye se na jemi krijesa të Zotit xhel xhelalu dhe askush në këtë botë nuk ka me dëshirën e vet. Kur kush nuk e ka atë komoditet që kur të linde, me zgjedh ai me dëshirën e vet se si me kanë, si me pas fizionomien, si me pas të folmën e kështu me radhë. Jo. Këto janë caktuar me këtë për Allah azza wa jalla. Njeriu është krijesë e Zotit xhel xhelalu, që çdo gjë që e posedon është me dëshirën e Allahut azza wa jalla. I bardh, i zi, ku ta diun çfarë lloj ngjyre, çfarë lloj race, çfarë lloj kombi, Allahu azza wa jalla i ndalon të gjithë që njeriu me përqesh tjetër. Andaj zbiti kjo sure për arsye se Walid ibn al-Mughira, një prej mushrikinëve të Mekës, ose Umayyah ibn Khalaf, që kanë qenë njerëz më të fllëçur që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë përqesh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka pas raste që pas shpinës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përqeshnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, saqë pra edhe ja kanë luajtur sinin kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë luajtur sinin njëri tjetrit për me thonë çe këto. Andaj është ndaluar vëllezër nderuar, sidomos në biseda kur janë 3 veta, 4 veta, pra me bën ndonjë shenjë
me thonë që erdhë filani, ose me bo mesin, ose ma be, të ndalu me jenë rëfësisht. E kanë komentu se elhu me zasht edhe me jalu dikujtësinin. Anën tjetër, aj nuk qef, me anën e djath jalu në sinin të njeriut personit tret, duke bo shenjë për personin e dit. E kanë ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ndaluar Allahu xhelle xhelalu. Jo vetë e ka ndalu, po ka kërcënu, e ka fillu surën me këtë kërcënim. Uel, mirë për ti nëse ti tallesh kështu. E pra, janë tallë edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Janë tallë me pejgamberin e Allahut te bareke ve taala. E kanë përqesh, siç kemi shpjeguar edhe në surën e Wadduha, që lloj fjalë i kanë thonë dhe nuk e mjaftu vetëm aq, por çka kanë bërë edhe gjeste që kanë dashur ta e nënçmojnë dhe të përçmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A njeriu është krijesë e Zotit xhelle xhelalu, njeriu ka pozitë tek Allahu azza wa jall, njeriu është një krijesë që Allahu e ka zgjedhur në mesin e gjitha krijesave dhe nuk i lejohet kurkujt me e përqesh krijesën e Zotit xhelle xhelal. Saqë kanë thonë dietarët, ai i cili e përqesh njeriu si në pamjen e tij, si në veprat e tij, ai realisht e ka përqesh krijimin e Allahut azza wa jall, sepse njeriu është krijesa më e mirë që Allahu xhelle xhelal e ka krijuar. Wailul likulli humazatin lumaza. Vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall gjithashtu në Kur'an thot ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qawm. Ata na drejtohet muslimanëve, këtë ajet në surën Al-Hujurat, Allah i madhruar na drejtohet neve. La yaskhar qaumun min qawm. Mos të tallet një popull me një popull tjetër. Mos të tallet një njeri me një njeri tjetër. Ndoshta ai me të cilin ti tallesh është shumë më mirë se ti. La yaskhar qaumun min qawm asa an yakunu khayran minhum. Ndoshta ai që ti tallesh, ndoshta ai që në sinin tan duket diçka pa vlerë, te Allahu xhalla xhelalu ka shumë peshë dhe ka shumë vlerë. Wala nisa'un min nisa' asa an yakuna khayran minhum. Dhe o ju gra, Allah zot thot mos i qeshni ato gra tjera sepse ndoshta ata janë më të mira se ju. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dhe mos e nënçmoni njëri tjetrin, mos i ngjitni llagape të cilat ai personi nuk i dëshiron. Bi'sa al-ismu fusuq ba'da al-iman. E sa keq është që njeriu ti ketë këto cilësi pasi që ka besu Allah azza wa jall. Wa man lam yatub fa ulaikum zalimun. Ai cili ka këto cilësi dhe nuk pendohet para se t'ia dorëzon shpirtin në Allah azza wa jall, ai sigurisht ka shku në një humbje të madhe. Allahu na ruaj. Është një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë një sahabi i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë kur kanë qenë gjithë bashku, ka ndodhur një mosmarrveshje mes Abu Dharrit edhe Bilal Habashiut. Bilal Habashiu ka qenë njëri që ka pasur ngjitëzes, ka qenë zezak. Dhe një ditë Abu Dharri në këtë bisedë e sipër ja thot një fjalë Bilal Habashiu që e mërzit shumë, ja ka prek ndjenjë, e ka prek mbrenda. Mi ja thirr shpirtin njeriu të shumë rëndësishëm në rrugë. Për diçka që e than nuk e ka në dorën e vet, për diçka që e ka kriju çashtu Zoti, edhe ti me përqesh për atë që ai nuk e ka në dorën e vet, është shumë e rëndë. Dhe i tha, "Ibn Sauda, o bir i zezakës." U prek shumë Bilal Habashiu dhe shkon me njëherë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa më mërzit shumë. Edhe pse Abu Dharri kishte pranuar Islamin që është moti, dhe ishte në një moshë të madhe, nuk ishte prej të parëve në Islam, kishte kaluar një periudhë vajgë shumë. Edhe pejgamberi alaihi tha, "Ya Abu Dharr, innaka lamru'un min al-jahiliyyah. Innaka mar'un min al-jahiliyyah." Tha o Abu Dharr, tha, ti moti tha në Islam, ama edhe ashtë për ju përgjigj pejgamberi alayhi salatu wasallam duke thënë halaki cilësitë e jahilietit, halaki cilësitë e ignorancës. Nuk ka mundësi me hi në Islam, më bë musliman dhe njeriu me posedu këtë cilësi. Edhe Abu Dharr e kuptoi gabimin e madh, shkoi tek Bilal Habashiu dhe i tha vendose komën tonë, tha mbi ftyrën time që të më bësh më di që unë s'kam pozitë më shumë se ti. Pozitë e Allahu Azza nuk i pse ti je më i pasur. Se ti ki pozitë, se ti ki pasuri, jo. Na kena tregu që Allahu Jalla Jalalu ka thënë inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Njerëzit më të mirë, më të nderuar te Allahu Azza janë ata njerëz që janë më të devotshëm. Wallahi mund të ndodhë që një njeri që në sinin tanë s'ka hiç peshë dhe vlerë, te Allahu Jalla Jalalu e ka vlerën e madhe, ka peshën e madhe. Andaj mos e nënçmo askan. Merru me gabimet e tua. Mos u merr me gabimet e të tjerë.
Mos u merr me diçka që njeriu nuk e ka dorën e tij. Wailul likulli humazatin lumaza. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Allahu e cek në ajetin e ditë këta persona të cilët mirën me kësi gjëra, pikërisht janë çto njerëz që pasuria e tyre i bën që me pa veten si superior ndaj tjetrit. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Çto njerëz pasi të Allahu e tubojnë pasurinë dhe e numërojnë pasurinë. Kanë thënë dietarët, çka nuk kuptojnë me këtë ajet kuranor, kanë thënë ka njerëz që e kanë smuje, edhe kjo ndodh në mes muslimanëve. Domethënë si të ban parë, i njeh parët në sabah, i njeh parët në akşam. Mendon që ju kanë shtu parë. Biles kanë thënë, masi ta zë xhumi, çoll pi xhumit, shkon edhe përsëri i njeh parët. Pse? I ka shumë arak. Është dashuruar mos pasurisë. Alladhi jama'a malan wa 'addada. E të bën fillimisht pasurinë, lodh veten e vet, pastaj numëron parë. Në akşam sabah vend me bën dhikr, e shkon i njeh parë. Pse? E ka bën Zoti azab pin këtë dunjë. Sa ka njerëz të tillë që mirë e kanë vesh, e kanë cilësi këtë semundje. Vllai vëllazër, kur dëgjon një rast që ka jetuar një njeri e gjithë lagja e kanë ditë që ka qenë njeri i varfër, ka dalë dhe ka lipën. Mirë po vajza vet e ka ditë që baba i vet ka pas parë. Çka ka bërë, ka mbledh parë. Se realisht parja është mjet që njeri më mbjetu, me u shërbim jetën e tij. Dhe ai që ka bërë ka tubu shumë parë, sa që kur ka vdekën, ato parë që ka shfrytzu, vajza vet vjen dhe e ka ditë ku i ka pas parë dhe ja merr ato parë. I bie që tani jetën ka jetu si i poshtruar, duke ditë njëri si fukara, pse dashuria e madhe të bëj parë, ti mbledhi parë. Ku i çon ato parë? Parët janë për më shërbi njeriu këtë botë, për më mbjetu, për me kënaqë Zotin xhel xhelal. Dhe jo për me i tubu. Kanë thënë dietar, alladhi jama'a malan wa 'addada, e tubon pasurinë dhe me këtë pasuri kanë thënë që e tubon që ti gjendet për më vonë në rastet e caktuar. Mirë po ku e di njëri sa ka mjetu. E çka është edhe më e keqja, këtë parë që e mbledhët yahsabu anna malahu akhlada. Që këtë parë thotë kur e tubon dhe e numëron, ki menon tash se kjo parë ka më bot pa vdekshëm. Kjo parë ka më bot pa vdekshëm. Allah kështu thotë yahsabu anna malahu akhlada. Mendon që parja e tij ka më bot pa vdekshëm. Vëllezër të nderuar, historia përshkruan njerëz gjiganta, njerëz që kanë pas pasurinë e botës. Allah përshkruan Karunin, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Qaruni ishte një njerëz që Allah i kishte dhënë shumë pasuri. Mirë po i nënçmonte njerëzit. I na përkëmbte krijesat e Zotit xhel xhelal. Pse ka pas shumë parë? Sa që Allah xhel e cek thotë çelcat e atë depove që i ka pas, arin që ka pas, domethënë dash shumë njerëz, grupet e njerëzve më i marrë të çelca dhe më i bat. Ka pas njerëz special që kanë pas vetëm këtë punë, më bë çelcat, më çel depot. Çfarë pasuri ka pas? Çka i bën kjo pasuri? Vdiq. Allah xhel e ka mbyt me një mushkon. Dhe s'u ne ka shkëlqyer pasuri. Edhe çka pasuria e bën që ai të bën me ndje madh. Që ti nënçmon krijesat e Zotit xhel xhelal. Dhe Allahu xhel e ka shkatruar dhe sa mbretër tjerë, Allahu xhel xhelal i ka shkatruar edhe pse ata mendojnë që e kanë ndurtë vetë dunjë. Yahsabu anna malahu akhlada. Mendon njeriu që kjo pasuri ka më bot pa vdekshëm. Jo. Një ditë ka më lan biles azabi më i madh se ti e tubon dhe vjen pasi dikush tjetër e marr parë dhe harxhan. Kjo është dënim në vetë. E Allahu xhel pasi thotë kella la yumbadhanna fil hutama. Jo. Ai që ka këtë cilësi, ai që përqesh njerëzit, ai që e tubon pasurinë dhe me këtë pasuri i sulmon të tjerë dhe e ndin veten se është më i madh se të tjerët, mendon që ka pozitë më të madh se të tjerët, e që është krijesë e njëri, kella, Allah thotë asesi, nuk është kështu. La yumbadhanna fil hutama. Jo, ki ka më marr thotë edhe ka më udhëz në zemrën e xhenemit, në hutama, në zemrën e xhenemit. Vëllezër të nderuar, kemi shpjeguar që vijnë disa emra në gjuhën arabe, hutama, edhe shumë fjalë tjera të zemrës xhenemit që na nuk mund me kuptu, edhe arabët si kanë kuptuar, edhe pse është arabisht, po duhet një çfarë lloj komenti. Dhe Allah xheli ka komentuar pasi me ajetet në vazhdimsi. Siç është rasti ku pejgamberi sa një ditë ishte duke nejt me sahabët dhe ju tha sabaqakum al-mufarridun. Wa te kaluan mufarridun. Se kishin dëgju fjalë arabe, po se kishin dëgju arabët kur këtë fjalë. Dhe i tha njerëz, çka është mufarridun? Tha ata të cilët e përmendin shumë Allahun xhel. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات صح المفردون është الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ata të cilët e përmendin Allahun azza wa jall shumë. Wa shpjegoi pejgamberi sa. Kështu edhe Allah xhel xhelal në Kur'an i ka shpjeguar ajetet. Nëse ti nuk e kupton diçka, ta ka shpjeguar me ajetin tjetër.
Yahsabu anna malu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama. Do të mirë dhe do të futet në hutama. Hutama është një emër i xhenemit. Çfarë është al-hutama? Wama adraka mal hutama? Allah thot në hutama dhe pastaj e bën pyetjen e ku e di ti çka është al-hutama? Pra vjen përgjigjja nga vet Allahu azza wa jalla në ajetin tjetër, narullahi al-munqada. Al-hutama është një zjarm i flakruar. Nuk ka thënë ka më bën një zjarm për ata që kanë këtë, thot është duke u ndezë zjarmi, siç kena thënë në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e kemi treguar, që zjarmi i xhenemit 1000 vite vetëm o kall, është ndezë. 1000 vite është flakru, është bën ngjyrën e vet që ka, gjithkuçe. Dhe pastaj Allah zvel 1000 vite thot e ka bën zjarm të zi, kategoria më e lartë e zjarmit, temperatura më e lartë. Narullahi al-munqada. E çka është ky zjarm? Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Është një zjarm i trishtueshëm që depërton në zemër. Dietar kanë thonë depërton në loçkën e zemrës. Sepse edhe ne përdorim këtë fjalë kur dikush na lëndon ose kur na ndodh në fatkeqësi, ma ka gjek shpirtin, ma ka gjek loçkën e zemrës. Allah bashkë ashtu ka thënë. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Që ky zjarm depërton në thellësinë e zemrës për me ta gjek pashpallcën e zemrës. Për këta njerëz që kanë këtë cilësi, allati tattali'u 'ala al-af'ida. Kjo është zjarmi i Allahut azza wa jall. Pse Allah azza wa jall ka cek zemrën? Për arsye se zjarmi i kësaj dunjos kur gjek depërton lëkura e parë, dita e treta, ato shtresat e lëkurës që janë, por mund të thonë maksimalisht mrit deri në kocë. Mirë, po tek zemra nuk mund të marrit drejt për drejt, për arsye se janë mbrinjet edhe nga ana e pasme, edhe nga ana para. Allah azza wa jall ka cek se merrin në loçkën e zemrës për me shiju dënimin për atë që ke bën këtë dunjë. Allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sada. Është një zjarm që është i mbyllur. S'ka ikje. Si ti shkëtu më, je për gjithmonë. Allah në rritja Rabbul Alamin. Thot Allah azza wa jall, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa dhuqu 'adhab al-hariq. Sa herë që banorët e xhenemit mundon me dalë për zjarmin e xhenemit, Allah azza wa jall I kthen përsëri në zjarmin e xhenemit. Sa bën me dalë për xhenemit, Allahu I ordon melaqet për me shqip prapë në zjarmin e xhenemit. Dhe dënimi është shumë I dhëmshëm vëllezër të nderuar. Wallahi është I trishtueshëm. Edhe nuk ka me qenë fiziku I atyre që Allah ka me dënu me xhenem, nuk ka me qenë këtë pamje. Allah ka me trash lëkurën e pabesimtarëve që me shiju dhe ma shumë dënim. Kullama nadijat juludun baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab. Allah thotë sa t'ja gjejnë me lëkurën dhe mendojnë që përfundoj këtë gjithçka, thotë ja kthejnë lëkur të re. Për me shiju dhe kjo pafundësi Allah na rrit. Ya Rabbel Alamin. Në pafundësi Allah xhelalu u kthen. Çka lëkurën ja u kthen trupin për me I dënu përsëri. Dhe kjo do të vazhdon pa ndërprer. Pse se njeriu kur ka ndonjë dhimbje të madhe, pa durueshme, thotë o Zot merr ma shpirtin mos ta shijoj. Ama jo Allah Zot, keni me shiju. Fadhuqu. Dhaqa even me shiju. Edhe kanë me shiju për gjithmonë. Allah na rrit ya Rabbi. Narullah al-muqada allati tattali'u 'ala af'ida innaha 'alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada. Dhe ky zjarm do të jetë me shtylla të larta, me shtylla të hekurta, të flakrume, të zjarta që nuk kanë mundësi asnjëherë me dalë. Është zjarm I mbyll, mbi ta ka si më thon, as shtylla të larta që nuk I lajnë me dalë asnjëherë për zjarmin të xhenemit. Andaj vëllezër të nderuar, kjo sure e kërcënon çdo kan, qoftë ai musliman ose jo musliman, nëse ai mirët me këtë cilësi. E para Allah azza wa jalla po na tregon që keni kujdes, wailun, mirë për ju. Mirë për ju. Nëse ju I përqeshni krijesat e Zotit xhelel xhelal. Mos u bëni nga ata që e tuboni pasuri dhe mendoni që kjo pasuri ka më ju bot pavdekshëm, dhe kjo pasuri ju arrit mendjen, ju bën mendje mëdhej. Sepse ka pas një para jush që kanë pas pasuri pa Allah xhelel I ka shkatru, sepse nuk ditën me e shfrytzu. Dhe Allahu xhelel xhelalu na kërcënon pastaj me zjarmin e xhenemit, duke na tregu se çfarë zjarmi, çfarë vendi ka përgatir për gjithë ata të cilët I posedojnë këtë cilësi. Andaj elus Allah subhanahu wa taala që Allah I mëdhëruar të na ruaj nga zjarmi I xhenemit. Elus Allah xhelel xhelalu që të na ruaj nga këtë cilësi. Elus Allah subhanahu wa taala që të jetojmë me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jemi të kujdesshëm me gjuhët tona. Elus Allah në zgjat të largon këta veti, këta cilësi nga trupi jon,
mënyrë që mos bëhemi prej atyre që pastaj do të shijojnë dënimin e Allahut te barekuta. Elusi Allahun subhanahu taala që Allahu xhelel xhelalu të na bëj besimtar me fill. Elusi Allahun azza që këtë Kur'an që e ka zbrit të jetë dritë dhe udhëzim në jetën tonë, të jetë udhërefisi jon i vetëm në këtë botë. Elusi Allahun subhanahu taala të ruaj zemrat tona, shpirtrat tona, gjuhët tona, gjymtyrët tona dhe të jetojmë ashtu siç është i kënaqur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahun më dhëshë me dhënia që të ndihmon muslimanët anë botës. Elusi Allahun azza që të bashkon safat e besimtarëve. Elusi Allahun azza që muslimanët të jenë të bashkuar dhe Allahu azza na jep fitoren. Elusi Allahun e madh që këtë iman që na ka dhënë Allahu azza na ruaj sepse do të jetë dritë në natën e varrit dhe do të jetë shpëtim ditën e Kiametit. Allah na mundsoj që mundohen nga kjo botë me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum walhamdulillahi rabbil alamin.